Edhe ju rasisht agjerimi që ishte sprov dhe test për neve në këtë muaj që na po e përcedhim. Qëllimi, synimi, objektive ka qenë me pastru vetën tonë. 19 muaj para Ramazanit ne ngarkojmë me shumë sene. Edhe ka nevojë energjit negative. Në Islam energjit negative ka qëllimin harama dhe gjunat. E ngarkojnë robin. I ndalojnë atë shpejtësinë e të hecmës, e qarkullimit. Sikurse helmët, toksinat që njeriu nëse konsumon me haje dhe me pije, nëse nuk i largon detoksin mi ba, trupi njeriu ngarkohet. Edhe nuk ka energji me ecë. S'ka energji, s'ka potencial, se e kanë ngarkuar. Gjunat e ngarkojnë dhe mëkatet trupin shumë. Andaj këto adhurimet nuk janë për ta ngarkuar trupin, po janë një farë procedure që ti deshte apo nuk deshe lirosh nga këto helmet. Andaj Allah ka thënë Kur'an, që për agjerimin, o ju që keni besuar Allahun, ju e është bërë detyrë, obligim, farz, agjerimi i muajit Ramazanit, sikur që ishte përpara juve, me vetëm qëllim, mu pastru, mu rregullu, mu disiplinu, me dal një kuadër e mirë. Ti ke nevojë nëse do me ecë përpara, edhe me qenë i lumtur dhe rehatshëm, do mos me ecë në për këto kanalet e procedurave. Agjerimi, zakati, haxhi, namazi, e shumë do punë. Krejt urdhat e Zotit edhe ndalecat aty dykun janë me numër 500 nene. Kushtetuta e Islamit aty dykun ka 490 e diçka apo 500 nene, urdhresa dhe ndalesa. Nuk e kanë qëllim me ngarku robin. Jo. E kanë për qëllim për me pastru dhe me rregullu.